errësira në dritë, historia frymëzuese e Fudail ibn Iyadit. A jeni gati të dëshmoni fuqinë e transformimit hyjnor? Historia e Fudail ibn Iyadit, nga hajduti i frikshëm në njëri të shenjtë, është një dëshmi e shpresës dhe pendesës. Fudail ibn Iyadi, dikur të merri i rrugëve, u ndryshua përgjithmonë nga një ajet kuranor. A nuk është ende koha për ata që besojnë, që zemrat e tyre të përulen për përkujtimin e Allahut? Kurani 57:16. Ky predikim fetar depërtoi në zemrën e tij, duke e motivuar për pendim të sinqert. Ky mësim moral na mëson se askush nuk është i humbur për sa kohë ka vend për pendim. Besimtar islam, të rinj, lexues fetar, student të teologjisë, le të na shërbej kjo histori si motivim personal. Fjalët e Fudailit, njeriu më i mirë është ai që e di të vërtetën, por nuk vepron sipas saj, na kujtojnë rëndësinë e veprimit sipas besimit tonë. A jeni gati të ndryshoni jetën tuaj? Reflektoni mbi fjalët e Allahut, kërkoni pendim të sinqert dhe përpiquni të jetoni sipas mësimeve të tij. Ndani këtë histori frymëzuese me të tjerët dhe abonoheni për më shumë përmbajtje fetare që do t'ju ndihmojnë të rriteni shpirtërisht. Historia e gruas që nuk e ngriti zërin. Një grua e urtë u fyer rënd nga një tregtar para njerëzve. Ajo heshti, uli kokën dhe u largua pa thënë asnjë fjalë. Më vonë dikush e pyeti: "Pse nuk u mbrojte?" Ajo u përgjigj: "Sepse më intereson më shumë çfarë thot Allahu për mua, jo njerëzit." Mësimi. Diniteti i vërtet qëndron në heshtjen që ruan paqen e zemrës dhe e lartëson shpirtin. Historia e Hakim ibn Hizam, drita e bamirësisë në çdo kohë. A e dini se si një zemër bujare mund të ndriçojë edhe errësirën e ignorancës? Historia e Hakim ibn Hizam është një dëshmi e kësaj. Hakim ibn Hizam, një tregtar i njohur në Mekë, ishte i njohur për bujarinë e tij. Edhe para se të pranonte Islamin, ai ndihmonte të varfërit, duke dhënë edhe kur nuk kishte. Kjo ligjërat historike na frymëzon të rinj dhe bamirësit musliman. Pas pranimit të Islamit, përulësia e tij u rrit. Ai pyeste veten nëse bamirësitë e tij të mëparshme do të vlenin. Profeti, paqja qoftë mbi të, e siguroi se Allahu i kishte pranuar ato. Kjo na mëson se bamirësia e sinqertë është vlerë e përjetshme. Hakimi vazhdoi të jepte deri në fund të jetës, duke shijuar dy fishën e pasurisë, të kamurit dhe të dhurimit. Kjo histori, e përshtatshme për artikuj, podcaste dhe video edukative, na motivon të jemi bujar dhe të sinqert në bamirësinë tonë. Bëhuni pjesë e kësaj trashëgimie të bamirësisë. Ndani këtë histori me të tjerët, mbështetni organizatat bamirëse dhe frymëzohuni nga shembulli i Hakim ibn Hizam për të dhënë me zemër të pastër. Alzëri i zemrës, një histori frymëzimi dhe shprese. Hasan el Basriu, një shpirt i ndriçuar, dëgjoi një zëlutje që thyente natën. Një grua, e zhytur në dashuri hyjnore, shprehte mallin e saj për Zotin. "O Zot, zemra ime digjet për ty." I prekur thellë, Hasan el Basriu e ndihmoi atë grua në heshtje, duke i ofruar ushqim për trupin dhe shpirtin. Ai kuptoi se lidhja e saj me Zotin ishte thesar i çmuar. Kur gruaja ndëroi jetë, Hasan el Basriu u pikëllua. Por në ëndër, një zë i tha: "Ajo që e doi e takoi atë që donte." Zemra e saj, e mbushur me dashuri për Zotin, u shpërblye me praninë e tij. Besimtar, student, adhurues. Kjo histori na mëson se lutjet e sinqerta, dashuria e fshehtë për Zotin, janë më të vlefshme se çdo gjë tjetër. Kultivojeni lidhjen tuaj me hyjnoren, sepse ai e dëgjon zërin e zemrës suaj. Lutuni me sinqeritet, meditoni mbi fjalët e Zotit dhe gjeni motivimin për të jetuar një jetë të mbushur me dashuri dhe devotshmëri. Ndani këtë histori me të tjerët dhe frymëzoni ata të kërkojnë praninë e Zotit në çdo moment.
Hatim El Asam, besimi i pastër, mrekullia e sigurt. A e dini se si besimi i palkundur mund të ndryshojë fatin tuaj? Historia e Hatim El Asam na mëson pikërisht këtë. Hatim El Asam, një njeri i devotshëm, vendosi të shkojë për haxh, duke u mbështetur vetëm tek Allahu. Vajza e tij e vogël, me zemër të pastër, i tha: "Babi, shko. Allahu do të kujdeset për ne." Kur familja mbeti pa ushqim, vajza e vogël i qortoi vëllezërit: "Allahu na ushqen, jo Hatimi. Allahu, në mëshirën e tij, dërgoi një tregtar të pasur për t'i ndihmuar." Besimi i vërtet në Allahun sjell mrekulli dhe preje. Familjet, edukatorët, le të mësojmë nga kjo histori se si besimi i pastër, si ai një fëmijë, mund të na udhëheqë në çdo sfidë. Le të forcojmë besimin ton dhe të mbështetemi tek Allahu në çdo hap. Le të ndajmë këtë histori me të tjerët, duke frymëzuar besim dhe shpresë. Vizitoni faqen tonë për më shumë histori frymëzuese dhe mësime të vlefshme. Le të jemi të bashkuar në rrugën e besimit dhe devotshmërisë.